Në një zhvillim të papritur por të jetë emocionues për botën e muzikës shqiptare, dy prej emrave më të njohur dhe më të dashur nga publiku, Luizi dhe Jozi, kanë konfirmuar bashkëpunimin e tyre të parë artistik. Ky lajm ka marrë dhënë në rrjetet sociale, duke surprizuar fansat dhe duke ngjallur entuziazëm në mesin e adhuruesve të muzikës moderne shqiptare. Bashkimi i dy zërave me shumë ndikim është pritur me kuriozitet të madh dhe ka krijuar pritshmëri të larta për atë që pritet të jetë një nga hitet më të mëdhenj të kësaj vere. Të dy artistët kanë ndarë me ndjekësit e tyre se kënga do të publikohet në mesin e muajit korrik, duke shënuar kështu një nga rikthimet më të bujshme muzikore të këtij sezoni. Pa dhënë shumë detaje rreth titullit apo stilit të këngës, ata janë shprehur me bindje se ky projekt do të jetë ndër më të suksesshmit e karrierave të tyre. Luizi, i njohur për energji në skenë dhe për aftësinë për të krijuar hite, dhe Jozi me vokalin e saj të veçantë dhe përvojën e gjatë muzikore, premtojnë një kombinim që nuk do të kallojë pa u vënë re. Në deklaratat e tyre, të dy kanë theksuar se kënga është punuar me shumë dashuri dhe profesionalizëm dhe se i gjithë procesi krijues ka qenë një përvojë pozitive. Ata kanë theksuar gjithashtu se bashkëpunimi nuk është bërë për efekt momenti apo vetëm për të tërhequr vëmendje, por si një përpjekje e sinqertë për të sjellë diçka cilësore në skenën muzikore shqiptare. Publiku nuk do të zhvenjëhet, janë shprehur ata, duke shtuar se janë të bindur që kjo këngë do të gjejë jehon të madhe në çdo cep të Shqipërisë dhe më gjerë. Reagjimet nga publiku dhe figura të njohura të industrisë muzikore nuk kanë vonuar. Fansat kanë shpërndar lajmin në rrjetet sociale dhe kanë shprehur padurimin për të dëgjuar projektin e ri. Bashkëpunimi i Luizit me Jozin konsiderohet nga shumë si një hap i mençur artistik, duke kombinuar audiencat e tyre dhe sjell një frymë të re në tregun muzikor shqiptar. Disa e kanë quajtur këtë duet bashkimi perfekt i verës, ndërsa të tjerë parashikojnë se kënga do të jetë një sukses jo vetëm kombëtar, por edhe ndërkombëtar. Në një periudhë ku publiku ka etje për projekte të freskëta dhe inovative, ky bashkëpunim vjen në kohën e duhur për të ndezur skenën muzikore verore. Tani mbetet vetëm të presim publikimin zyrtar dhe të shijojmë frytin e këtij bashkimi të shumë pritur. Po ju, çfarë mendoni për këtë situatën? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe.